Studia me zotin Xhelal Mziu, mirë se erdhe, faleminderit që të kam studio. Kemi hyrë dhe një fazë tjetër për reformën territoriale që është e rëndësishme, t'i patëm një konferencë edhe për çështjet zgjedhore ku siç duket pati ca momente që unë nuk i përmenda në hyrje, por që mund t'i cekim së bashku. Dhe kemi kolegu Mariglen Kume, i cili bashkohet edhe pesë herë, faleminderit për asistencën. Tani qëndrojmë pak tek Partia Demokratike, sot ka një mbledhje lidhet me protestën e radhës, sepse protesta është e rëndësishme në fakt për çfarë ka ndodhur deri tani apo me parlamentin? Mbledhja e grupit parlamentar lidhet sigurisht me seancën e radhës të parlamentit, sepse nesër është seanca e radhës e parlamentit dhe sigurisht do të diskutojmë pikë së pari në lidhje me linjën politike që do të kenë sa i përket qëndrimeve që mbajnë kryesisht për temat e rendit të ditës, por duke qenë se opozita është në kilometrin e saj të fundit që thotë, që është në kilometrin e fundit të objektivit të saj, pa tjetër do të diskutohet se çfarë qëndrimi do të mbajnë, sepse ka pasur deputet brenda vetë grupit parlamentar të opozitës që do duhet që të ndërmerret edhe një hap i kombinuar në parlament tani, pra në mënyrën se si do të reagojnë atje, do të jetë që do rrinë në parlament të vazhdojnë thjesht një sikur është çdo gjë normale dhe vetëm me debat me retorik, apo do të ketë një akt aty, pra që ose të ngujohen, ose të jo thjesht bllokimi, se bllokimi është gjëja më e mirë që i ka ndodhur së fundmi, domethënë mazhorancës në formulën që ka gjetur, sepse thotë kalojmë edhe pikat pa debat edhe kalojmë miratim. Kalojmë ca ligje po që duan debat. Pikërisht. Por, pra, është kjo pjesë që pritet të diskutohet edhe ditën e sotme në fakt, por duke qenë se nesër po ashtu bën edhe miratimet e reja të qeverisë me gjithë paketën e ndryshimeve që pati qeveria, po ashtu pritet që të ketë një diskutim edhe në lidhje me këtë fakt për mënyrën se si do të veprojë opozita. Çfarë mendoj, ku jemi? Nëse ka të bëjmë me mbledhjen që bëjmë sot, është një mbledhje normale që bëhet përpara çdo seance plenare. Natyrisht jemi në një situatë jo si herët e tjera, për shkak të protestave të pafundme që janë bërë, të cilët po kulmojnë duke intensifikuar, po themi, veprimet e saj, protesta, por edhe duke patur njerëz të cilët nuk kanë lidhje fare me Partinë Demokratike, por që kanë një qëllim vete për të protestuar për gjën më elementare, për të drejtën ekonomike të tyre, për eksodin masiv, për shpërbërjen e familjes, për një situatë e cila është kaotike. Çfarë do të thotë që pavarësisht se ne kemi bërë protesta të cilët kanë qenë në 10 ditë apo edhe më pak se sa 10 ditë, unë pak në si drejtues politik dhe shumë kolegë të mi nuk e se kemi vajtur në bazë për t'i sensibilizuar, por ajo se çfarë është bërë tashmë, qytetarët vetëm nga Partia Demokratike presin vetëm se kur është data dhe ora e protestës, sepse ato absolutisht, pra është kthyer në këndvështrimin tim një protestë si zhvillohet në vendet e tjera të botës, ku nuk janë partitë politike ato që e nxisin, por është reagimi qytetar. Dhe unë shoh që realisht është përputhur, po themi, vetëm kauza e PD-s që ka të bëjë me tjetërsimin e votës, me vjedhjen e votës, me intimidimin e qytetarëve, është përputhur me nevojat bazike që ka qytetari dhe për këtë tashmë jemi unison, partia dhe qytetarët, për të dalë në protest. Pra, kjo është kryefjala e asaj se çfarë do të thotë. Si është perceptuar, ishte një gabim në brenda Partisë Demokratike, kjo që ndodhi në zonën e Zhblokut, në Gvila, ishte një gabim taktik, apo vazhdon Partia Demokratike të mendoj se ka bërë gjën e duhur? E them këtë nga reagimet që ka patur, çfarë solli. Nuk po them për Klevis Velliun që do të jetë në SPAK e do të përballet, apo me ato qytetarë që u shoqëruan, po tek të huajt. Po kuptimin tek reagimet Unë në këndvështrimin tim, ajo godin do të ishte shembur që në vitin 90, bashkë me atë muzeun e NBA-t, ose të paktën do të ruheshin, po themi, si pjesë muzeale ati sistemi. Është absurde, po themi që vila diktatorit të kthehet në një atrakcion turistik në Shqipëri. Është absurde që muzeu i Enver Hoxhës të kthehet në një atrakcion për rinin.
nuk ishte qëllim vete Partia Demokratike për të kryer këtë veprim që duhet ishte bërë 35 vite më parë, po ishte një revolt ndaj qytetarëve. Po ta shohësh, pati dy pengesa që u bë revoltës atë ditë, njëra që ne kishim një itinerar për të kthyer te pjesa e Bryllit për të bërë itinerarin që kishim planifikuar, dhe në mënyrë të pa precedent, policia me gaz lotësjellës, me ujë, nuk e lejoj, po themi, për ta mbyllur ciklin e lëvizjes afër drejtorisë së përgjithshme të policisë. Pra ishte jashtë agjendës tu? Ishte gjesti qytetarëve. Jashtë agjendës kjo? Mund ta quaj jashtë agjendës, sepse po prap ne do të shkonim tek kryeministria, dhe besoj që edhe ju e keni parë që përpara se sa shkonin tek kryeministria, kishin dalur ato botet e ujit me piper, apo polici me gaz lotësjellës, dhe besoj që u gjet një zgjidhje. Në këndvështrimin tim ishte një zgjidhje shumë e mirë që bën protestuesit, sepse nuk e kuptoj se kush e shfrytëzon atë. Madje po shohim ca video, më duket si një fotokopje e Epsteinit, që është në Shqipëri, dhe madje kam komunikuar me shumë qytetarë që duan që të shkojnë aty, dhe thjesht si klient apo si vizitor, dhe nuk lejon, pra çfarë do të thotë që personat që shkojnë aty janë të certifikuar, dhe kjo më bën mua që ta konsideroj një veprim të mirë të atyre që ndërmorën këtë. Mirë, okej, dakord, po cili ishte mesazhi politik është ideja, sepse ju keni ndërmarrë një aksion politik, qëllimi kryesor është kundër kryeministrit Edi Rama. Çfarë po e dëmton kryeministrin Edi Rama, se ajo është një, po them, një koncesion që i është dhënë një shoqat apo kujt i është dhënë për bërë aktivitetet e tyre. Por nuk është se ka ndonjë. Unë sa po e shpjegova pak më përpara, qëllimi final i ishte tek kryeministria. Se ju e keni parë, çdo ditë ka qenë targetimi i kryeministrisë. Dhe ne do ta mbyllim tek kryeministria, dhe ndoshta për të përdorur dhe veprime që për hir të policisë e cila shkoi dhe e pengoi dhe e pamundsoi lëvizjen, atëherë u detyruan, po themi, për të reaguar ndaj një simbolike që pavarësisht se nuk ishte ai qëllimi, por besoj që në raport me godinën e kryeministrisë është një vend që e frekuenton shumë Edi Rama dhe sora e tij. Zotin Ziu, në pra e shpesh humori po thua. Pra kështu justifikon edhe atë reagimin e fuqishëm. Është çështje feeling. Ajta, në vazhdën e këtij diskutimi doja ta pyesja pak zotin Ziu, sepse në dijenin time ose edhe me atë çfarë është parë përveç asaj çfarë është parë në publik, nga dy zyrtarët e Bashkimit Evropian që kanë ardhur këtu, kanë deklaruar se janë takuar pra me liderët e opozitës në Malin e Zi apo vendin tjerë, dhe ndërkohë kur erdhën në Shqipëri, jo vetëm që nuk u takuan, pranë që nuk u takuan me zotin Berisha, por edhe në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian kur u diskutuar raporti për Shqipërinë, raport progresi për Shqipërinë, ata theksuan që edhe opozita duhet të jetë konstruktive, pra e dënuan në një farë mënyrë këtë protestën me molotov apo me sende piroteknike. Në këtë kontekst, a është diskutuar brenda grupit, a ka patur në një shqetësim, pra e është bërë temë debati pikërisht kjo kërkesë ndërkombëtarëve, dhe a keni një kompleks për shembull se mund të përkeqësohen marrëdhëniet e opozitës me vendet partnerë të Bashkimit Evropian? Atëherë duhet të them që komisionit të cilët ju referuat nuk kanë takuar asnjë nga drejtuesit politik, as të mazhorancës dhe as të opozitës, por kanë qenë vetëm me përfaqësues në rang përfaqësimi në parlament. Kanë qenë me Kalister tha që ka takuar zotin Rama, zonjën Spiropali kur ishte ministri i jashtëm në atë moment, dhe tha që në Malin e Zi kishte takuar dhe opozitën. Edhe një herë. Drejtuesit opozitës. Ajo se çfarë do të. Gjithsesi e kisha pjesën e pyetjes të tjetra. Ka qenë gjithë struktura e paracaktuar nga Partia Demokratike që ka qenë në komunikim të vazhdueshëm, madje për të mos thënë që ne, ose Partia Demokratike, ose përfaqësimi në Parlamentin Evropian i imponoi për të ardhur në këtë komunikim dypalë. Së dyti, ju e dini shumë mirë që ishin po prap
eurodeputet, jo pak, po 28 eurodeputet, të cilët erdhen dhe takun Sali Berishën në Partinë Demokratike, si kryetari i Partisë Demokratike dhe i opozitës shqiptare, dhe ndërkohë, më mandatin e eurodeputetit e kishin në gjep. Pra, çfarë do të thotë që kjo është një abuzim që bëhet nga Partia Socialiste se nuk takoj. Unë nuk e pash dhe asnjë takim nuk e pash të Ramës përveç me Gonigali që din, po me Kalister, apo me tjerë nuk e kam parë që bërë një takim. Nuk e parë, e ka dhënë ndonjë medje që ka bërë një takim, po themi, mediatik? Jo. Kështu që ajo çfarë ndodhi ishte që të 28 eurodeputetët e partive popullore evropiane zhvilluan takime intensive brenda selisë Partisë Demokratike, te kryesia e kuvendit me grupet caktuara jo të Partisë Demokratike, por edhe të opozitës, dhe natyrisht kush është ai deputet apo eurodeputet që po themi thotë që mirë ja keni bërë që është hedhur po themi Molotov ose ka patur zjarr. Po kjo nuk do të thotë që ka ndodhur vetëm në Shqipëri. Unë ju kujtoj rastin e Francës, rastin e Brukselit, rastin e Spanjës, rastin e Greqisë që po ndodhin këto ditë. Dhe jo vetëm që ndodh, po përkundrazi, atje bën në protesta që ngrihen dhe dërgojnë qytetarët. Ato që ishin në çfarë nuk janë qytetarë? Ajo është protesta, absolutisht. Ajo është protesta thirrur nga PD-ja. Ky është diferenca që është protestë politike. Ke gabim. Jo, ke gabim. Është protestë, është diferenca në thelb. Jo, ke gabim. Kjo është një protestë e thirrur nga një protestat nuk janë më politike. Protestat janë nga qytetarët. Po, kujdes që ka ndryshuar unë si drejtues politik, 3 protestat e fundit që janë zhvilluar, s'kam mbajtur fare në çakun e dimrës. Kështu e cilson pra. Edhe kur kam shkruar thjesht për të bërë denoncimin e investimeve publike, apo denoncimin e heqjes ndihmës ekonomike, apo denoncimin e mbylljes një shkolle, por nuk jam marrë fare me qytetarët. Qytetarët, madje edhe sot, çdo ditë thonë kur është protesta, na tregojnë se kur është protesta që të dalin protestë. Pra, është një protestë qytetare, është një protestë që nuk bëhet për PD-n, por është një protestë që bëhet për minimumin jetik që mungon në Shqipëri, është një protestë që bëhet për çmimet galopante që janë sot në Shqipëri, është një protestë që bëhet për bukën e gojës, është një protestë që e ka ndar familjen, sepse gjysma familjes ka ikur për të mbajtur qytetarët tu, është një protestë dhe për vetë emigrantët, sepse remitancat e tyre janë zvogluar 40% më pak se sa 13 vite më parë, sepse nuk është më euro 140 lek, por është 96 lek, kapi nivelin historik të këtyre 35 viteve, po themi euro me 96.13 ditën e djeshme. Dhe kjo është alarmante dhe si mundet dikush një qytetar që të vi, që kishte plot emigrant që kanë ardhur nga Italia, nga Gjermania, që ishin pjesë dhe ne themi kanë ardhur për Partinë Demokratike. Ato kanë ardhur në radhë parë për problemet e tyre, natyrisht janë absolutisht dhe kundër kësaj qeverie edhe politikisht. Sepse ajo se çfarë bën kjo qeveri e pamundson, po themi, jo vetëm standardin ekonomik, po edhe orientimin politik, nëse do ta quanim, sepse nuk mundet, po themi, që ne Shqipërinë ta kthejmë në një vend që heq shqiptarët dhe kërkon çdo ditë punëtor nga Bangladeshi apo nga vendet e treta, është absurde dhe është antikombëtare dhe është antinjerëzore. Me gjitha këto që po thoni, a kemi në shenja se po shkojmë drejt asaj që është kërkesa kryesore e Partisë Demokratike, s'po them dhe opozitës, se shoh në unison. Po rrike Partia Demokratike për qeveri teknike? Pra, me që se ka ndryshuar kjo lloj situata, mund të me kaq element sa kemi ti imponohemi? S'pari du të themi që Partia Demokratike është me një koalicion gjërë dhe besoj që e dini janë edhe me përfaqësim në parlament dhe janë parti historike 30 apo 35 vjeçare, nuk po merren me këto partitë. Që Partia Demokratike ka bërë në qok, po që s'ka asnjë vlerë shumica prej tyre. Nuk mund të thuash për Partinë Republikane që s'ka elektorat. Nuk mund të thuash për Partinë Agrare që s'ka elektorat. Nuk mund të thuash koalicionin e gjerë, po them, dakor. Kisha në konotacionin tentativave për ta zgjeruar për Ballma Zhrancës. Nga dy parti që asemi nuk ja dim se kush është elektorati i tyre. Si do qoftë, numrat tregojnë vetë, juftoj për hir të PD-s po marrin fondet taksat e mia si qytetar disa parti që s'kan fare aktivitet elektoral, edhe partia
ke shumë deputet që janë gjoja në logën e një partije X, por që s'kam pikën e lidhje me ata, vetëm që ato parti kotit të marrin disa fonde. Shiko, dhe njëherë, partit të cilat i kanë bjetuar këtyre viteve, ka një elektorat. Pavarësisht se për shkak të ndryshimit të kodit zgjedhor, ku heqet koalicioni para zgjedhor, atëherë është e imponuar opozitat që në listën e saj të fus partit e tjera, se për ndryshe të gjitha këto vota do të shkonin në dëm. Kjo është debat tjetër. Nuk është ai thelbi që ato ne po i majmë padrejtisht. Por ajo se çfarë është krijuar, pra ja pamundson marrjen e produktit, e mandatit, nëse ato dalin në vetë. E kisha në logjikën e pas zgjedhjeve dhe maksimizimi të bërit bashkë të gjitha votave, por që përballë Edi Ramës tani, këtu e kisha. Se unë ngritën dhe grupi intelektualve, tjerë dhe sërish nuk është bashkuar. Megjithatë prapë është e pranuar kështu siç e thoni dhe ju. Unë jam më i kënaqur se sa kur në këndvështrimin tim personal, por edhe politik, sepse po ta them një herë, për herë të parë në jetën time politike, nuk ka nevojë për të shkuar për t'i sensibilizuar, por qytetarët vinë vetë. Pra nuhatja politike të thotë që është ka përcyer një ngërç i madh. Për këtë jam i kënaqur, sepse qytetarët nuk dalin më, po themi, se themi ne të PD-s, hajde se do rrëzojmë qeverinë, por ato dalin për problemet e tyre. Natyrisht që midis opozitës dhe ose Partisë Demokratike dhe pushtetit shohin një dallim thelbësor, sepse Partia Demokratike në themel saj ka vendosjen e minimumit jetik, difishimin e pagës, difishimin e pensionit, subvencionimin e bujqësisë. Tek protesta e fundit, kjo duhet ishte shoqëruar me ngritjen nga shtëpia, nga divani, nga koltuku, nga puna, e të vinin e t'ju mbanin aty e të mos mbyllesh protesta për 2 orë dhe mos ishte më në kontroll në Partisë Demokratike, në gjykimin tim nëse e pranon. Pra ky zgjim, a do shkojmë drejt këtij skenari këto, unë nuk di ta them ose nëse ju e nuhasni si politikan që protesta e radhës ndoshta mund ta ketë këtë lloj fryme të sensibilizimit se kur e merr situatën pastaj ndor qytetari revoltuar, cilët ju i referoheni, nuk është më çështje deputetësh Partisë Demokratike. Doni do rrini aty. Po kjo s'ka ndodhur deri tani. Shiko, edhe një herë, protesta që u zhvillua e ka rritur jo vetëm intensitetin e saj, por dhe kohën e qëndrimit. Por e ka pamundsuar për shkak të sjelljes kriminale që bën kjo polici. Për shembull, nëse ju kujtoj protestën e parafundit, ju e pa që policia hidhe gaz lotësjellës tek xhamia e namazgjas, dhe që kishte, po themi, me qindra person të cilët ishin duke u falur, dhe vazhdon të hidhe gaz lotësjellë. Hidhe gaz tek xhamia, hidhe gaz tek selia Partisë Demokratike. Dhe më thuj mu kush është ai qytetar, po themi që do t'i rezistoj, që është absolutisht e pamundur, ose që vazhdon, po themi, përdorimi i ujit, që e bën, po themi, ujat e personin, dhe si mund të rri më tej. Por edhe njëherë, po themi, të paktën në 3-4 protestat e fundit, qytetarët duan që të rrinë shesh. Dhe ne, po themi, është në rritje progresive, po themi, edhe intensiteti, edhe kohë zgjatja, dhe absolutisht që do të bëhen edhe më të mëdhaja, do të bëhen edhe më të shpeshta, dhe pse jo të mos përdoret dhe elementi për të qenë të palëvizshme përpara kryeministrisë, për vetëm një qëllim të vetëm, për të shkuar drejt një qeverie teknike që të garantoj qytetarët në radhë parë që të votojnë si në Kosovë, si në Maqedoninë e Veriut, si në Evropë dhe si në vendet e zhvilluara. Pra do ta ktheni në qendres. Pra është në qendres dhe absolutisht të palëkundur deri në realizimin e kësaj kërkese legjitime që ne kemi. Me këtë logjik i bie që ndryshimet që bëri në kabinet së kryeministri Edi Rama, cilësinë e kryesocialistit, nuk e kanë zhbër kauzat, pavarësisht se zoti Mziu në retorikën e tij ndryshe nga politikanët e tjerë që referojnë për shkakun tek çështja Balluku, që tashmë deri diku edhe mund t'i përkasit të shkuar si kauzë, sepse veprimet po bëhen, pavarësisht se aty vijojnë proceset, u kujdes paktën sa unë e kuptoj që ta çoj më gjerë tek ajo që realisht është vërtet shqetësimi i qytetarëve, sepse ne besoj e kuptojmë shumë mirë që po është një çështje Balluku, por më shumë se çështja Balluku janë shqetësimet e qytetarëve të rjollit, të Durrësit, të minimumit jetik, të pensioneve, të gjitha ato që zoti Mziu në profilin e tij politik u kujdes ta thoshte shumë qartazi. Ajo që unë dua të pyes është,
Se u lexua nga disa që Rama i bëri ndryshimet dhe e xhbëri këtë kaos, jo në rastin e bisedës që po bëjmë ne në studio. Ti si mendon? Realisht, pra, kishte një tentativë nga socialistët për t'i dhënë një goditje dhe protestës që deri diku ishte lokalizuar vetëm tek çështja Balluku. Shiko, sigurisht, ajo çfarë bëri, pra, edhe që me vizitën e kryeministrit Rama në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe me vendimet për ndryshimin e qeverisë. Ka maksimizuar kapitalin e politikë. Pa tjetër që synonte që të sfumonte aksionin opozitar. Ka i gjë këtu në fakt që Zoti Berisha meriton një lloj vlerësimi në si politikan. Që do thotë? Sepse që në daljen e dytë në konferenca për shtyp pas gjithë kësaj zhurme, Zoti Berisha nuk tha më që dalë për çështjen X ministri apo X ministri për ta individualizuar. Shkoj direkt tek kryetari, sepse është politikan, po them politikan race dhe e dinte që do vinte hapi i qeverisë përmes presionin politik do vinte në një vendim të tillë. Dhe sigurisht në Shqipëri e dim shumë mirë që institucioni merr fytyrën e kokës, e drejtuesit. Edhe Shqipëria merr fytyrën e drejtuesit, kryeministrit. Çdo gjë patjetër nuk bëhet pa që në dieni ai dhe më pas zbret vertikalisht tek vartësit e tij. Në këtë mënyrë Zoti Berisha ngriti direkt tek kryeministri objektivin e aksionit të tij. Tani, a do arrihet qeveria teknike apo jo? Nuk e di këtë ta them, të paktën nga ana e presionit, po them edhe nga partnerët ndërkombëtar, edhe nga mesazhet që unë e përmenda pak më herët, nuk shoh ende deri më tani që të kemi hapësirë për qeveri teknike, por a ka arritur një rezultat deri më tani Partia Demokratike? Ka arritur, sepse po të kesh parasysh që të dy zyrtarët që përmenda unë të Bashkimit Evropian erdhën dhe thanë duhet reformë zgjedhore dhe territoriale reale, por me gjithë përfshirje, me pranimin edhe me konsensusin edhe të opozitës. Sepse duhet kemi parasysh që mazhoranca i ka 84 vota, ndryshon e vetëm ajo, edhe territoriale dhe reformën zgjedhore. Por ata i kanë vendosur kusht që tjetë e gjithë pranuar. Pra, kjo është një lloj arritje politike. Kjo e reformës territoriale Mazniku mua nuk më tha që ka një kushtëzim nga partnerët që të dalin vetëm me një raport. Është një kërkesë opozitës në intervistën që unë pata. Po nuk ma pohoi. Se dhe bashkë kemi diskutuar këtë po. E di në burime që edhe ambasadori i Bashkimit Evropian ka kërkuar që të dalin me një draft përfundimtar në fund. Mos ken dy. Nuk ma pranoj live këto. Është aty. Unë e dëgjova intervistën, nuk ishte tamam që nuk ishte tamam që nuk e pranoj, por tha që është një kërkesë e opozitës. Po, dhe ne kemi shumicën, çfarë do thotë kjo? Po ne kemi shumicën, por neve sigurisht duam konsensusin. Kemi shumicën, kur thua kemi shumicën, kemi pikën. Dakor, kemi shumicën, por shumicën e ka dhe tani, mund të vazhdonte reformën, mund të vazhdonte të bënte ndryshimet në komision, për të bërë mazhorancën si që është. Para se të shkëm të kjo që kjo është arritje e aksionit politik. Mund të bëjë dhe unë i komentu. Po, dakor, doja të ta riktheja, po me imi që se jemi. Edhe njerë, Partia Demokratike nuk është kauze saj për të morë me ministra të nominuar. Sepse mbaj mend që në kohën kur ishte Sajmir Tahiri, pas ti ishte kryeministri, se nuk mundet që ta mbjellësh gjithë Shqipërinë ti me ashash nëse nuk don kryeministri. Duke i marrë që te Beqja me radhë, apo dhe tek viktim, unë e quaj viktim Ballukun, sepse nuk është Balluku, është kryeministri që e ka imponuar për të firmosur me dorën e saj, por në emër të kryeministrit. Kështu që ne nuk targetojmë një person, nuk është zgjidhja, po themi një person që zgjedh kryeministri për zëvendës kryeministër apo për firmtarin e tij, sepse të njëjtin fat do të ketë dhe ajo që është emëruar sot si zëvendës kryeministre. Dhe nuk është zgjidhje, pra po themi as me rikuperime, nuk është zgjidhje edhe nëse do të vijë një kryeministër tjetër, por zgjidhja është për të krijuar atë standardin që duhet të jetë sot në Shqipëri. Kryefjala në këto ditë ishte edhe kur ishin
përfaqësuesit e EPP-s në Shqipëri, sepse një ditë përpara se sa të vinin ato, gjykata kushtetuese, më saktë atë ditë, gjykata kushtetuese rrëzoi, po themi, komisionet që sot janë 11 nga 8 komisione, dhe heqja të drejtimit të komisionit të integrimit nga opozita, një praktik mbi 20 vjeçare. Dhe ndërkohë, sa po mbaroj gjykata kushtetuese, pas një ore, kryetari grupit parlamentar Partisë Socialiste deklaroi që të njëjtin projekt do ta paraqesim në parlament për të arzuar gjykatën kushtetuese. Pra, kemi një sensibilizim për herë të parë ndër këto vite nga Parlamenti Evropian dhe nga Partitë Popullore Evropiane që kjo qeveri nuk pyet për kushtetutën, kjo qeveri nuk pyet për ligjin, kjo qeveri e quan spakun një arritje kur asaj intereson dhe e quan një dështim kur ajo preket nga kjo situatë. Kështu që unë them gjërat tashmë nuk janë në dorën as të Edi Ramës dhe as të kryetarit grupit parlamentar. Sot situata është totalisht ndryshe, është një sensibilizim, madje edhe nëse i referohemi 2 komisione, unë kam qenë pjesë të 2 takimit edhe për reformën territoriale, por dhe si kryesi e grupit parlamentar Partisë Demokratike, dhe unë ngritën shqetësime reale që kanë bëjnë, edhe sidomos në raport me 2 reformat, reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Është e pamundur që ti të shkosh në një komision të reformës dhe ndërkohë pastaj të vendos kartoni. Edhe në komunikim që ne patëm, edhe në praktikat e vendeve tjera, kur ngrihen komisione bipartizane, si që janë, po themi, të dyja këto komisione, që janë me bashkëkryetar dhe me numër të barabartë, absolutisht produkti do tjetë me konsensus të plot të dyja palëve. Kështu që unë jam absolutisht i bindur, me patjetër, Partia Socialiste jam i sigur që e ka para përgatitur raportin që tani, sepse ajo përcakton kush është finalja dhe për shkuar dhe asaj. Po unë jam absolutisht i bindur që Bashkimi Evropian, si asnjëherë tjetër, është i fokusuar dhe njëherë për të krijuar standardin e nevojshëm. Dhe qeveria teknike dhe ndërkohë konsensusi i plot për të dyja reformat, të cilët nuk janë funksion Partisë Demokratike, po janë në funksion të votës lirë, në funksion të standardeve të Shqipërisë që pretendojnë për shkuar në Bashkimin Evropian, janë të patjetërsueshme dhe e ka të pamundur që kjo mazhorancë që ka ardhur në pushtet me vota të vjedhura ta ka përsej, po themi, këtë situatën e 2 reformave apo dhe të qeverisjes së mëtejshme. Marglin, çfarë merak u ke? Do ndalem të takimet që tha zotim Ziu, të 28 eurodeputetet ose përfaqësuesit e partive popullore europiane. Në takimin që patët me dyert e mbyllura, përveç se i shpjeguat pra po themi situatën dhe i prezantuat librin e zi, vëllimin 2 të tij, të gjetjeve për zgjedhjet. Cila ishte qëndrimi që mbajten ata? Ju kanë kërkuar që edhe ju të reflektonit, bënin ndryshimet e juaja që të jeni një parti ndryshe? Me paraprime pyetjes, po? Ajo çfarë ju thatë nuk besoj që është thjesht ajo libri, se mund mbushet dhe një fugon me gjetjet e tjetërsimit votave në 11 maj. Por besoj që kryesoria kishte të bënte me elemente themelore të zgjedhjeve, të reformës, por ndërkohë dhe të raportit të sistemit drejtësisë, që sistemi drejtësisë përdoret, po themi, si një kone që kur duhesh ti e ledhator dhe kur duhesh ti e fut në shkelmë dhe e flakën e matan. Kjo është sjellja, po themi, që bën kryeministri. Dhe në të gjitha argumentat që u thanë, qoftë tek pjesa e reformës territoriale që ishim në një grup i vogël, qoftë tek raporti i parlamentit në raport me opozitën, që të pakën kam qenë vetë konkret, argumentat tona ishin absolutisht thelbësore dhe që nuk kishin pas një lloj praktike të tillë, jo vetëm vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në vendet të cilët aderojnë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Madje edhe po ta shohësh në vizitën që ato bën në Malin e Zi, absolutisht që Mali i Zi është disa hapa më përpara dhe ishim edhe një përfaqësim ose një delegacion nga Shqipëria në Malin e Zi dhe po komunikonim
ato janë fokusuar që minimalisht 1 deri në 2 vite përpara nesh të futen në Bashkimin Evropian për shkak standardeve. Ne nuk kemi standarde, sepse ju besoj që keni parë raporti I besimit që sapo doli ka shkuar në regres. I korupcionit është në maksimumin e saj, pra në çdo rankim që bëhet, Shqipëria jo vetëm që nuk po I shkon drejt standardit, nuk po shkon drejt standardit të Bashkimit Evropian, po përkeqësohet. Natyrisht, ato dhe për Partinë Demokratike, siç thanë për shembull që nuk duhet përdorur dhuna, apo nuk duhet përdorur zjarri, apo një rekomand, sepse, shiko, me të drejtë Marigleni e lidhi edhe me përfaqësuesit e PPS. Megjithatë, unë do të shtoj edhe disa elementë tjerë. Asaj euforie që ju keni si pasojë e zgjimit të qytetarëve që kanë gjallë një lloj reagimi, maksimizimit të protestave, fazën në cilën pra ndodhemi edhe në raport me ndërkombëtarët. A duhet kjo, se shkon po tek logjika e Mariglenit, që të finalizohet edhe me veprime tjera brenda Partisë Demokratike, meqense po jemi në pranverë dhe ka zgjedhje. Që tek kryetari, që tek strukturat, që tek hapja e shumë përfolur sa që dhe na vjen zor kur e themi 100 herë se duket sikur e kërkojmë ne dhe aty s'ka ndërmend të na japin një sinjal që po, kjo Partia Demokratike është e hapur edhe ka vend për të gjithë dhe hajde të arrisim në nivele që të bëhet konkurruese dhe pastaj të rrëzojmë Edi Ramën. Pra, a duhet kjo të maksimizohet? Dhe ju thanë, pra, ata që realisht mbështesin që do të marrin me fashikuj ato shkeljet e zgjedhjeve, edhe një sinjal për qoftë për Sali Berishën, qoftë dhe për pjesën tjetër Partisë Demokratike, nuk e di deri ku mund shkoj. Nuk ka asnjë lloj, po themi, rekomandimi për të treguar se çfarë duhet bëj Partia Demokratike, se këtë afroj dhe këtë largoj. Por unë di të them këtë që Partia Demokratike tashmë në fundin e këtij muaji ose në fillimin e prillit, prill-maj do të jetë një periudhë zgjedhore, duke filluar që tek baza, pra tek qendra e votimit, për të shkuar tek njësitë administrative, apo tek bashkitë. Zgjedhje reale apo fake, sikur s'është akuzuar? Absolutisht zgjedhje reale, dhe unë din historikun e Partisë Demokratike që bën zgjedhje reale, po ju them vetëm, po morë rastin e Kamzës, që jam dhe banor I asaj, nuk kam parë ndonjëherë që kryetari I Partisë Socialiste të bashkisë Kamz të zgjidhet me vot, përveç se vendos, po themi, Edi Rama se kush duhet të jetë kryetari I Partisë Socialiste në këtë zonë, pra Partia Socialiste operon sigurisht mbretëri, kurse Partia Demokratike operon është vota qytetarëve që e çfarë do përmirësoni ju si opozica, dhe janë rregull, dhe të formulu hes. Partia Demokratike votën ka primare, së dyti ngelet e hapur më shumë se as kur më parë për të ofruar, po themi, potenciale të personave publik, por dhe personave të cilët ka një background në fushat të ndryshme, për t'ju bashkangjitur dhe për qenë dhe pjesë përbërëse e saj, jo vetëm në nivelet e ulta, por dhe në nivelet e larta të drejtimit Partisë Demokratike. Kështu që nuk mundet... Kendo një ambicje personale? Unë jam absolutisht I përfaqësuar dhe nuk kam në ambicje. Ajo se çfarë... është patjetër I lidhur me pushtetin lokale. Preferon më shumë atë praninë afër njerëzve. Ajo se çfarë më intereson mua është që në procesin e zgjedhjeve që Partia Demokratike dalë më fort, që të jetë akoma më hapur, por abuzohet nga njëherë dhe hapur se sa persona kujtojnë se sa po të afrohen, të kapin postet më të mëdha. Mos e ke me qitjet largë, të kuptim kjo Partia Demokratike e fort sot të të shërbej, edhe falë punës tënde, të të shërbej për të qenë kryetari Bashkisë Kamzës për shembull? Unë po punoj intensivisht në qakun e Dibrës, sepse janë 4 bashki. Pretendoj që në Komisionin e Reformës Territoriale të krijojmë një proporcionalitet përfaqësimi, që qaku i Dibrës mos përfaqësohet me 4 bashki, po të përfaqësohet me 8 bashki, dhe ndërkohë për të përzgjedhur personat të cilët arrin tek marrja e mandatit në zgjedhjet e 2027-s. Pa Mariglen, se ti ke më kollaj të flasësh me lehtë. Është herë dhe nuk e di. Po të janë zgjedhjet më të afta, po s'bën zgjedhjet para kohëshme. 2027-ën, për zgjedhjet e më të afta janë 2027-ën për ato për bashki, por sigurisht nuk mund, është herët për të folur, megjithse
nuk mund ta mohoj dot atë pasionin që ka për qenë te pushteti lokal, pra më afër. Po them pushteti lokal te bashkia, se duke qenë se është kontakti më i drejt për drejt dhe gjithmonë ka qenë si profil politikani, pra. Ka beteja të brendshme ose jo luftë, po konkurrencë sot që flasim në radhët e Partisë Demokratike? Më thënë, kur them konkurrencë, edhe shkopinë në rrota, Po, ka, pa tjetër që ka, po të shikosh për shembull, këto takimet që bën zoti Berisha në për rrethe, shumica e atyre që dalin dhe flasin, për shembull, edhe kur bëjnë këto kritika, se nuk janë kritika spontane, se duke qenë se i njohim deri diku edhe si personazhe, njerëzit dhe afër kujt janë, patjetër që përdoren, spinohen, po them, nga deputetët caktuar për të luftuar njërin ose tjetër në mënyrë që të marrin territor ai tjetri afër. Mirë, pritani, qëse i referohesh për shembull edhe dje kishim pyetur Berishën. Jo vetëm dje, ka për zotin Mziu, dja po partia mos gaboj, po që e kishim pyetur për zotin Mziu. Lezha, Dibra, të tjerë. Edhe jo vetëm për zotin Mziu, edhe për Luciano Boçen, për të dy. I njeh këto? E rëndësishme është që a do bëj përshtypje ose ndjesh keq? Partia Demokratike është vërtet demokratike, që edhe këto shprehen. Edhe është demokratike, nuk është me thënë drejtën, po bën takime, po themi, me qytetarë. Dhe në dallim për shembull kujtoj kryeministrin që vajti dhe bërë një takim me fermerët në Divjak dhe ndërkohë përdori policin për t'i mbyllur gojën që do fliste për probleme që kishte. Kujtoj rastin tjetër, vajti kryeministri tek bashkia Durrësit dhe ndërkohë qytetarët që ju cënoi prona e tyre që kanë me shekuj, dhe ndërkohë kryeministri po prap bënte me gisht që ikni dhe arrestoni persona. Pra, ka një qasje totalisht ndryshe Partia Demokratike me këte narkoshtet që ne kemi sot, ose me këte person që asë në kohën e sklavo pronarëve nuk ndodhte. Edhe një pjesë e narkoshtetit është. Por, nuk e di që të them, po më duket pak jo dhe fix në linjë që duhet. Që dhe thotë? Se jo në linjën që duhet, se duhet të lidhë me këtë pjesën e demokracisë. Pra veprimet të konsultuara. Për veprimet konsultuara. Saljani ka bërë një aksion politik, i cili do zgjoj aksionin e opozitës, dhe zgjoj shumë, nuk jam vlen që të merre me këtë pjesë, ajo se çfarë duhet bëj sot. Në momentin kur ju sot çdo demokrat është që të targetoj të keqen, dhe sot e keqja e madhe e Shqipërisë është vetëm një sekti i rilindjes me në krye Edi Ramën, dhe çdo lloj shfokusimi tjetër shkon në të mirë të këtij narkoshteti. Po edhe me sa e kam dëgjuar në fjalimet, 40% nuk e kuptoj pse personalizon, po merrem me një pjesë tjetër. Majorancës dhe pastaj një pjesë të besoj është politika që do ta zgjidhë vetë këtë. Tani kanë adresuar për të mediatizuar emra. Unë se besoj, po mos merremi, ne s'po merrem edhe me Sali Berishën, jo të merremi me antarë të Partisë Demokratike. Të lutem. Jo që t'jemi fair. Folëm për majorancën që nuk është demokratike, bën këto takimet me regjie të gjitha këto kështu, edhe më tha që neve këtu në PD jemi komplet ndryshe. E kishte në rastin konkret këtë. Prandaj solla një rast. Sepse ne i sollëm rastin kur është përmendur emri, në emër kur i thot një simpatizant ose një i PD-s i thot që çfarë duhet deputet. Fjala sot dhe një në Shqipëri. Unë thash me që më pyet, unë thash më përpara që Shqipëria është bërë njerëz dhe spinohen për të sulmuar Shqipëria sot është bërë si në kohën e Nepses, ose në vitin 1913 sa ashtu quhej në atë kohë, kur për mbjetes ikën nga Shqipëria u zbraz edhe sot qytetar shqiptar kanë primare mbjetesën. Dhe këtë mbjetese ka cënuar kjo qeveri. Dhe sot është një situatë për tej politikës. Është një situatë për Shqipërinë, për të patur apo për të mos patur një Shqipëri. Për të mos e patur një Shqipëri që ka lënë të parë të fuqisë punëtore nga bota e tretë, sepse sot të rinjt e Shqipërisë, besoj që ju e pat dhe rankimin, 62% e emigrantëve
në 5 vitet e fundit janë deri në moshën 35 vjeçare. Kjo është absurde. Kjo është shqetësimi kryesor. Dhe kjo vjen vetëm për një arsye. Për shkak të kësaj qeverie që nuk i jep akses dikujt që mbaron shkollën e lartë, që nuk vlerësohet dikush që mbaron me 10, që nuk vlerësohet dikush që merret me shkencë, që nuk vlerësohet, po themi, dikush që punon, që ka shkuar e ka bërë një reformë territoriale që e ka rënuar bujqësinë, që sot kemi më shumë se sa 60% sipërfaqes tokës në Shqipëri që nuk punohet për shkak të kësaj qeverie, që ka mbështetjen më të vogël bujqësia, kontribonte 1/5 në ekonomisë shqiptare ose 20%. Sot ka rënë në 15%, po e di se sa merr nga buxheti i shtetit? Vetëm 0.68%. Pra kontribon 20%, merr 40 herë më pak. Kjo është një shqetësim. Shqipëria dashje pa dashje është një vend bujqësor. Nuk është turizmi që mban Shqipërinë, pavarësisht se turistët konsumojnë produkte të vendeve të tyre, nuk konsumojnë produkte shqiptare, sepse bujqësia sot është situatë kritike, sepse deficiti tregtar në bujqësi çdo ditë më tepër rritet. Dakor. Sepse industria sot është situatën më kritike, sepse eksporti ka humbur 20% të vlerës saj për shkak të zhvlerësimit jo normal që është bërë euros. Pra kjo është një situatë që prek çdo qytetar. Nuk merremi, nuk është problemi i oreksit të një personi apo qoftë edhe një partie politike, por është çështje kombëtare për situatën që ka sot Shqipëria. Edhe ndërtimi që ishte prioritar në këto vite, që mbijeton me parat e pista që vinë, edhe ajo ka filluar regresin. Dhe ju keni për ta parë se si do shkojë situata ekonomike në Shqipëri, sa po të mos ketë më ndërtime, sepse nuk do ketë punësuar, nuk do të ketë më taksi infrastrukture, nuk do të ketë TVSH, nuk do të paguhet sigurimin shoqëror. Dhe një element tjetër, ka rritur pagën minimale si askush tjetër dhe burimi kryesor i rritjes së buxhetit shtetit ka ardhur për shkak të sigurimeve shoqërore që paguar. Dhe kjo është kriminale. Ndërkohë tek qytetarët e shet një arritje që ajo taksa dhe sigurime shoqërore i paguajnë për nartë, nuk i paguajnë shteti. Ndërkohë shteti është përfituesi më i madh dhe jo qytetarët, jo të punësuarit, jo punëdhënësit. Jam shumë dakord me të gjitha ato që thatë ju, zoti Mziu, që ekonomia në regres, pra që ka probleme, shqiptarët kanë ikur, protesta më e madhe që kanë bërë është shpopullimi i vendit, e ka thënë statistikat që të gjitha këto Eurostati e me radhë, dhe ju pikërisht për gjitha këto, edhe korrupsionin, edhe të gjitha kriminalitetin, paranepist, që të gjitha ekzistojnë. Dhe ju për gjitha këto keni vendosur si objektiv të aksionit qeverinë teknike, largimin e Ramës. Në qoftë se nuk bëhet qeveria teknike dhe ju me Ramën do bëni një kod zgjedhor i cili do tjetë i përfolshëm që kënaq dy partitë e mëdha dhe minon garën me të vegjëlit. Në qoftë se bëhet një reformë territoriale vetëm për të kënaqur orekset politike të dy partive të mëdha, do dalin të dy bashkë, pastaj i themi mos votoni PD-n se është njësoj si PS-ja? Tani, po të them unë. E para Partia Demokratike do të paraqesim këto ditë propozimet për reformën zgjedhore, ku kërkesa numër 1 është koalicioni parazgjedhor. Koalicioni parazgjedhor i jep të drejtën çdo partie, edhe ju nëse dëshironi për të ngritur një parti politike, pavarësisht se nuk keni një historik, votat që ju do të mblidhni do të jenë të akumuluara dhe nuk vendoset parakusht edhe në 2024, më fal, edhe parakusht në 2024 dhe e lejuat, e toleruat vetëm me vulën që marrat. Shiko, ne nuk themi se tani do përdorim bomba atomike ndaj kësaj qeverie. Ne po themi, ne kemi draftin e reformës zgjedhore, kemi draftin e reformës territoriale. Ndërkohë, po përdorim protestat siç e keni parë. Do të shkojmë drejt protestave të pandalshme, pse jo të mos shkojmë, po themi edhe ne grupi parlamentar, drejt ndoshta edhe ngujimit, pra do përdorim çdo lloj elementi, po themi ndaj kësaj qeverie, por edhe sensibilizimit faktorin ndërkombëtar. Jam absolutisht i bindur për shkak këtij aksioni politik gjithëpërfshirës që ka, po themi sot opozita, dhe kontakteve me vendet e Bashkimit Evropian,
do të shkojmë tek ajo çfarë është dhe njerë më kryesorja. Për të patur qeveri teknike, por për të patur, edhe nëse nuk do të kishte, po morë si rast, pavarësisht se është kauza jo, ne na intereson dhe njerë që të kemi një reformë zgjedhore që qytetari në Shqipëri të votoj i pa imponuar, i lirë dhe ndërkohë jo joshës nga ofiqet e pafundme që jep kjo qeveri. Nëse kryot kjo lloj standardi, absolutisht opozita është e kënaqur, sepse qytetarët do të ndjen të lirë dhe normalisht do të votojnë një qeveri e opozitës, e cila tregoi dhe në vitin 2011 që kishte absolutisht një platformë më të mirë në këtyre 35 viteve, dhe ndërkohë po ta shohësh Partia Socialiste thonte Shqipëria 2030, pavarësisht se mandati ishte 2025-2029. Pra, ky është më keq se sa Enver Hoxha, flet jo më si Enveri me plan e 5 vjeçare, po me 10 vjeçare. Dhe ju keni përqenë dëshmitar që me këtë qeveri, jo 2030-a, pas 2020-a, dhe tani për t'i shpëtuar situatës, ju e dëgjuat kryeministrin që thonte që na pranoni edhe pa plotësuar kushtet, edhe të mos kemi drejt vetoje. Pa drejt vetoje jemi këtu ne. Ne ose të bëhemi të barabartë si Bashkimi Evropian, ose që dumi. Dhe tjetra, me që po e sheh që edhe Mali i Zi e ka parakaluar dhe që do t'jetë 1 apo 2 vite më shpejt, thot unë nuk shkoj në Bashkimin Evropian nëse nuk vjen dhe Serbia ose vllai i madh Vučić. Këto janë makinacione të cilet i kupton kushdo, e ka të pamundur ka shkuar në pikën më kritike, personi që han kumllat dhe dardhat është vetëm një kryeministri dhe kjo qeveri që dorëzohet. Faleminderit, Zemziu, faleminderit Merglet, unë do e mbyll me këtë. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, shihemi nesër në orën 10.